Gjatë ditës së sotme ka nisur numërimi i votave të ardhura nga diaspora për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave. Pas disa orëve, numërimi i këtyre votave edhe përfundoi. Nga 12.018 pako me flet votime të ardhura nga 22 shtete, 8.932 janë aprovuar. 1386 flet votime nga diaspora janë refuzuar nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për arsye të ndryshme e arsyeja më e theksuar është se u kanë munguar dëftesat e regjistrimit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka njoftuar se për shkak të largësisë 519 pako nga SBA-ja, Kanadaja dhe Australia ende nuk kanë bërritur në Kosovë. Gjatë ditës së premte është përmbyllur procesi i vlerësimit të 12.018 pakove me fletvotime që janë sjellur deri më tani në Kosovë. Për shkak të largësisë, ende nuk janë sjellur 519 pakot me fletvotime nga kutitë postare në SBA, Kanadë dhe Australi. Vlerësimi dhe numërimi të cilave do të bëhet këto në QNR pasi të arrijnë. Elezi tha se mbi 29.000 shtetas kanë qenë të regjistruar për të votuar përmes postës. Pas numërimit, rezultatet do të publikohen në platformën e KSZ-s për rezultate. Po ashtu ju njoftoj se në këtë platformë janë publikuar edhe rezultatet nga procesi i numërimit të rreth 750 zarfeve me fletvotime nga votimi me kusht dhe 1441 fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Pasi të numërohen edhe votat e tjera me poste, të përfundojnë procedurat e tjera dhe afatet për ankesa, do të shpallen rezultatet përfundimtare të balotazhit të 9 nëntorit.